Të dielën e sotme të krishterët ortodoks kujtojnë mrekullinë e shërimit të shërbëtorit të një oficeri romak. Ai i kërkon Zotit Jezu Krisht të shërojë shërbëtorin e tij, i cili ishte i paralizuar. Interesimi i një personi për shërbëtorin e tij të paralizuar i bën përshtypje Jezu Krishtit, por më shumë i bën përshtypje edhe një fakt tjetër. Kur Zoti Jezu Krisht dëgjon thirrjen, padyshim pranon të shkojë në shtëpi të shërojë shërbëtorin, por oficeri nuk pranon, sepse e konsideronte veten të padenjë që Jezu Krishti të hyjë në shtëpinë e tij. Kur hyri ai në Kapernaum, i erdhi pranë një kryeqindës, duke u lutur atij e duke thënë: "Zot, shërbëtori im dërgjet në shtëpi i paralizuar, edhe mundohet keq." Edhe Jezu i thot atij: "Unë do të vi e do ta shëroj." Edhe kryeqindësi u përgjigj e tha: "Zot, nuk jam i denjë që të hysh në strehën time, por thuaj vetëm një fjalë, edhe shërbëtori im do të shërohet." Kryeqindësi nga njëra anë interesohet për shërbëtorin e paralizuar dhe nga ana tjetër nuk tregon vlerësim të veçantë për veten e tij, duke nxjerrë në pa për ulësinë dhe modestinë e tij, me gjithë postin e lartë që kishte. Në këtë mënyrë kryeqindësi shprehu besimin e tij tek Zoti Krisht. Së pari u interesua për shërbëtorin e tij, së dyti nuk u përqendrua tek vetja e tij. Së treti kishte kuptuar dhe jetonte me perceptimin se marrëdhëniet midis njerëzve janë të rëndësishme dhe të drejta kur njerëzit respektojnë njëri tjetrin. Kryeqindësi, duke shpallur besimin e tij, fitoi shërimin e shërbëtorit të paralizuar. Besimi është baza për mrekulli dhe shpëtim të njeriut.